Mirë se na keni ardhur, Krishti u ngjall. Jemi mbledhur në këtë takim të veçantë sot në fakt që organizohen në Radio Ngjallja, por në bashkëpunim me profesor Natanin dhe Gabrielen, i cili u jemi mirënjohës që na i mundësuan në këtë aktivitet. Kishim kohë që e flisnim me profesorin për të zhvilluar një aktivitet të tillë. Edhe morëm shkase edhe nga temat që diskutuam bashkë me profesorin në Radio Ngjallja, me disa episode, rreth 10 episode. Folëm rreth enorisë dhe një libër që profesori e ka punuar dhe të shpresojmë që të na botojë edhe në shqip, rreth enorive, Komiteti Eukaristik Lokal. Dhe pikërisht menduam që të mblidheshim, sepse edhe ne si radio padyshim që na intereson kjo gjë, sepse enoria apo përmes enorisë padyshim që mund të ofrojmë edhe ndihmën për median e kishës, siç është Radio Ngjallja. Ju e keni parë që radio përpiqet të mbuloj të gjithë aktivitetin e kishës. Ky ka qenë vizioni i kryepiskopit Anastas. Ky është edhe vizioni i kryepiskopit të ri, por edhe ne jemi përpjekur me stafin ton që të ecim pikërisht në këtë vizion, që të sjellim gjithë aktivitetin e kishës son në të 6 mitropolit, të sjellim për të gjithë besimtarët tanë, por edhe për të gjithë ata që na ndjekin. Dhe besoj që tani kemi ardhur në një fazë tjetër ku padyshim çdo mitropoli apo çdo enori ka mundësi që të bëhet pjesë edhe e medias së kishës, që është Radio Ngjallja, përmes mënyrave të ndryshme, të cilat ne do diskutojmë gjatë këtyre ditëve. Por jam vërtet ndjehemi i bekuar sepse për herë të parë zhvillohet një aktivitet i tillë i Radios Ngjallja dhe besoj që thjesht sot do hapet sipari, sepse këtij aktiviteti do t'i vinë pas edhe aktivitetet të tjera që do zhvillojë Radio Ngjallja në bashkëpunim me miqtë e tij. Kuptohet që vetëm s'mund të bëjmë dot asgjë, por kur jemi bashkë mund të bëjmë shumë gjëra. Kështu që padyshim me profesorin do të vijojmë të bashkëpunim, jo vetëm me zyrën e fëmijëve, por edhe me zyrat e tjera të kishës sonë ortodokse. Do të jemi të hapur dhe siç kemi qenë, me qëllim që të jemi të mblidhemi së bashku dhe të shikojmë mënyra se si mund të kontribuojmë të gjithë së bashku për kishën tonë. Menduam të flasim për enoritë sepse unë personalisht e di çfarë impakti ka një enori. Nuk është se jam prifti një enorie, nuk kam një enori. Shërbeva për disa vite në katedrale, se sa e frutshme mund të jetë një enori, sa dobiplurse mund të jetë ajo, çfarë përfitimi mund të kenë të gjithë anëtarët e saj, por edhe më gjerë, jo vetëm anëtarët, por edhe vendi ku ajo operon, vendi ku ajo shërben. Dhe pikërisht kjo gjë më ka bërë që ta përqafoja të librin e profesorit, ta përkra dhe jo ta përkra, po e ta zhvillojmë edhe në radio, sepse unë besoj që ndoshta jemi në këtë pikë që duhet t'i zhvillojmë dhe t'i rrisim, t'i shtojmë enoritë e vendit tonë, të përqendrohemi dhe të investojmë në këto, sepse besoj që ajo do të jetë e ardhmja edhe e kishës sonë dhe besoj se do të jetë edhe sfida pikërisht për të ardhmen. Do të ju prezantoj një analogji për të kuptuar edhe rëndësinë edhe mënyrën e mendimit për enori e shëndetshme. Që tani ne dim që gjithë jemi thirrur që të jemi frutdhënës, që edhe në analogji në Ungjill që Krishti ka më shumë të bëjë me rrushët, por që edhe dhomatët janë fruta, që thirrja është të jemi frutdhënës. Për që edhe secili prej nesh besoj që edhe mendojmë që do jetë mirë të jemi shumë të frutshëm në jetën tim të krishterë, shpirtëror. Për që frutët ku e gjejmë? Dikush mund të më sjell një frut në dorë tani? Okay. Frutët vijnë nga, si ka thënë priftereshëm Ikea, nga bimët. Duhet një bim frutdhënës, që atje rrisen. Edhe që kjo është miserë, deri diku mund të themi që është punë e Perëndis, është diçka që ne nuk mund të bëjmë. Që edhe ne me dëshirë të jemi frutdhënës, duhet të jemi bimet të shëndetshme. Në qoftë do jepim frut si është thirrja jonë, duhet të jemi bim të shëndetshme, të kemi mundësi të
jepim frut. Për edhe bimet të shëndetshme ku e gjejmë? Tokë të shëndetshme, në një kopsh, në muzaqe, pikërisht, në qoftë se duam bime të shëndetshme, në një duhet vendi i përshtatshëm. Vendi me gjithë atributet të përshtatshëm për të jemi të shëndetshme. Në qoftë se do marrim një ashtu farë dhomate, edhe do vëmë në një vend të tillë, si do jetë rezultat? Okay? Hiç, asnjë gjë. Nuk do jetë frutdhënës. Okay? Por mendoj që ne, si të krishterët, jetojmë në mes të shkretë të tjerës, edhe pastaj e themi o Zot, pse nuk kemi frutët të duhur në jetën tonë të krishterë, jetën tonë shpirtërorë. Për nuk kuptojmë që Perëndia ka dëshirë të jep frut, për që duhet të jemi në kopsht. Edhe çfarë janë gjërat që duhen në kopsht, për kopshti të jetë frutdhënës? Janë disa gjërat. Edhe gjë interesant me kopshtin, ju dini edhe më mirë se unë, se ju keni më eksperiencë, për që janë disa gjërat që duhen. Për shembull duhet dhe e mirë. Po edhe ple. Për që në qoftë se keni dhe shumë të mirë, edhe vëni farën atje, për nuk hidh ujë. Qoftë se nuk ka ujë, do ndodh ndonjë? Asgjë. Nuk do ketë jetë. Për në qoftë se keni dhe shumë të mirë, vëni farën, hidhni edhe ujë, për nuk keni dritë. Do ndodh ndonjë? Jo. Po ke edhe ujë, edhe dritë, edhe dielli, për nuk keni ajër. Do ndodh ndonjë? Jo. Për që duhen gjitha gjërat, edhe të jetë shumë e shëndetshme, duhet edhe ple. Duhet gjitha ato gjërat. Edhe në qoftë se mungon qoftë njëra, gjithë projekti është anulluar, nuk funksionon. Edhe mendoj që kjo është edhe një analogji shumë e mirë për ne në përpjekjet tona për enoritë të shëndetshme. Ne dim që në enori duhet një gjë. Edhe bëjmë. Për e shikojmë që enoria nuk ecet si duhet, edhe mendojmë që do bëjmë edhe më shumë. Kemi dhe, edhe shikojmë që nuk lullëzohet kopshi, më shumë dhe. Nuk lullëzohet përsëri, më shumë dhe. Për kemi shumë dhe, për nuk kemi ujë. O kemi dhe edhe ujë, për që... nesër tani që kur diskutojmë, do diskutojmë për elementet që nevojitën për një enori e shëndetshme. Ju e keni mendur shumicë e tyre, do më thoni nesër që vetëm po na thoni gjëra që ne kemi thënë, është shumë e vërtet, për që shpresoj që do jetë një mënyrë i organizuar, që na ndihmojnë neve që gjithë të flasim njëjtë gjuhë, të komunikojmë dhe ndim për çfarë flasim, edhe të kemi një vizion e vërtet ku po shkojmë. Se kur fillova procesin e për kërkimet për doktoraturën, mendova që do shkruaj një libër për si të nxisim një enori e shëndetshme. Për problemi që pash është që kur fillova të bëj kërkimet, nuk ishte një mendje e përbashkët për çfarë të nxisim. Do mbjellim dhomatet ose një gjë tjetër. Edhe prandaj ishte shumë nevojë që të studiojmë çfarë është synimi jon. Kjo është që do bëjmë nesër, do dëgjojmë nga Atë Miliano në mëngjes, e pastaj do diskutojmë për këto atributet, edhe shpresoj që do kemi edhe pak kohë në fund edhe të diskutojmë
si të bëjmë. Për që shpresoj që gjithë kjo do jetë hapi parë një proces i gjatë, që të mos jetë herë e fundit që takojmë bashkë, për që një proces e gjatë që ne punojmë së bashku edhe ndihmojmë njëri tjetrin në gjithë enorit ku jemi në procesin e nxitje e enorit të shëndetshme.